Komisioni për Reformën Territoriale ka zhvilluar takimin e radhës në Bashkinë Shkodër. Ky takim nuk ishte në vetvete prezantimin në një harte, por marrjen e mendimeve të grupeve të interesit, si banorë të zonave të ndryshme, biznesmen dhe përfaqësues të institucioneve vendore. Teksa Shqipëria është një vend antar i Bashkimit Evropian dhe që sigurohet që të shpërndajë mirëqenien në gjithë territorin. Ndaj, duke pasur këtë sfidë në mendje, mezi pres dëgjojmë opinionet e çdo njeriu, të marrim shënim dhe më pas të sigurohemi që ndërtojmë një sistem sa më të mirë, të mundshëm që t'i shërbejë qytetarëve. Faleminderit. Të dëgjonim një herë opinionet tuaja, shqetësimet tuaja, kërkesat tuaja dhe më pas të dalim në konkludime dhe në realizimin e reformës. Unë mendoj që kjo e dyta është më morale, është më e drejtë dhe madje më e qëndrueshme. A ka modele të tjera të cilat do mund t'i përmbushnin më mirë këto kritere? Modele të bashkive rurale, urbane, një model qeverisjeje që vëtheksin më shumë teknësitë administrative. Për këto argumenta do doni më të dëgjoni më zërin tuaj. Ndërkohë, të pranishëm nga rajone të ndryshme dhe biznesmen shprehen ide të tyre duke qëndruar fort tek vëmendja e zhvillimit lokal. Mu më vjen keq për një shtru njerëzit se nuk e kam natyrën teme, mi u tha njerëzit i një shtu e një ashtu. Por rends e povertets, unë i tha me povertet. Shlaku sot nullet në mirim total. Ele zoti mazërniku asi ku amin u bafti 100 vjeç, kur thot a zhvillu zona, cila zona zhvillu? Dhe sot mu si qytetare e Shkodrës do të më pëlqente që të dy antarët e komisionit, zoti Mazniku dhe zoti Boçi që përfaqësojnë edhe dy forcat të ndryshme politike, të mos vinin me dy propozime diametralisht të kundërta, po të vinin me diskutimin që ne jemi në një reformë dhe çka kena nevojë që ne kësaj reforme me i përmirësu. Shkodrën e keni sakatu, ja keni hek të gjitha drejtorit, ja keni hek gjykatën, e keni shkatru. Në qoftë se Elbasan, Tiranë, Zotnia, bode, nuk e di për sa minuta, unë besoj që ti e pilot edhe e ban shumë shpejt Elbasan, Tiranë, një shkodran me shku në Lezhë ose deri në Durrës, një turist vënon 8 orë. Dhe kjo është bërë qëllimisht për ta shkatruar turizmin në veri dhe për ta shkatruar Shkodrën. Edhe për sa i përket reformës territoriale, Malësia e Madhe është një zonë me potenciale të jashtëzakonshme ekonomike, turistike, është një zonë homogjene. Ne nuk mund të trajtohemi si një zonë pa peshë administrative. Prandaj ne kërkojmë këtu që Malësia e Madhe të mbaj statusin që ka si bashki. Në mbyllje, ekspertja Valbona Karakaçi i ftoi të gjithë të japin mendimet e tyre në faqen e webit të Parlamentit dedikuar reformës territoriale. Ju ftoj që të shkruani në adresën dhe në hapësirën e krijuar në webin e Parlamentit